Tirana po i pret festat e fundvitit pa ujë të pishëm. Nuk bëhet fjalë vetëm për periferin, por edhe për zona në qendër të kryeqytetit, siç është Pazari i Riku. Banorët thonë se po bëjnë roje para rubineteve në pritje të ujit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se protesta e 22 dhjetorit do të jetë vetëm fillimi i rezistencës qytetare, e cila nuk do të ndalet deri në largimin e qeverisë Rama. Ai nuk përjashton edhe ngujimin e deputetëve në kuvend. Afrimi i festave të fundvitit shton edhe rastet e abuzimit me alkoolin dhe drogat e ndryshme. Mjekët thonë se shumica e atyre që kërkojnë ndihmë mjekësore në spitale janë të rinj, ku nuk mungojnë as 16 vjeçarët. Departamenti i Drejtësisë publikon një pjesë të dosjes Epstein që më së shumti lidhet me ish-presidentin Bill Clinton dhe personalitetet të tjerë. Ligjvënësit amerikanë thanë se redaktimi i dokumenteve nuk përputhet me frymën e ligjit. Prestigjosja Wall Street Journal ka publikuar detajet e një plani të ri që po harton administrata Trump për rindërtimin e rripit të Gazës. Projekti $112 miliardë shënon ta shndërrojë Gazën nga një qytet rënojash në metropol luksi dhe teknologjie. Trajneri i kombëtares Silvinho ka rrëfyer për mediat në Brazil aventurën e tij me kuqezinjt. Ai ka premtuar se do të bëjë një duet me këngëtaren shqiptare Dua Lipa në rast se kualifikon Shqipërinë në botrorin 2026. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 19:30, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Tirana po i pret festat e fundvitit pa ujë të pishëm dhe nuk bëhet fjalë vetëm për periferin, po edhe zona në qendër të kryeqytetit, sikurse është Pazari i Ri, ku banorët thonë se po bëjnë roje para rubineteve në pritje të ujit. Banorët e Tiranës po i presin festat e fundvitit pa ujë të pishëm në qendër të kryeqytetit. Në zonën e Pazarit të Ri nuk ka ujë gjatë gjithë ditës. Kufizimet janë bërë gjithnjë më të shpeshta dhe me orare të zgjatura, ndërsa pavarësisht ankesat e qytetarëve Stavine shtohen, nuk marrin asnjë përgjigje nga ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve. Zbukurimet e zbeta për rreth lagjes së tyre nuk u ndryshojnë dot humorin banorëve të qendrës së Tiranës. As nuk u zgjidhin dot hallin e madh që kanë me ujin e pishëm. Situata sa vjen e përkeqësohet dhe këta banorë thonë se nuk po durojnë dot më. Problem është ujti, me thonë drejtën në këtë zonë. Çe sigurojmë, ja presim kur të vi ujë dhe aq është. S'kemi si sigurojmë ndryshe. Pagesat i bëjmë të gjitha, ujë nuk e kemi. Gjysore, 3 orë maksimumi. Ta mund të bësh me gjysmore ujë. Të bësh. E la dy të nxjerrë. Për shumë të dherët kocë sa do morësh punë. Ka pas me rashe si ju? Dhe prejrë këtu në këtë zonë ka e. Po. Po, vit 2. S'ka ardi ditë, ka ardi nesë. Po, morë kështu bidona, ujti, market, edhe të pëzit. Kemi shumë probleme e ujë. S'para na vjen. Vjen fare? Jo. Një ora gjysore. Mungesa e theksume. S'kemi me kërry nevojët e tuaja s'ke. Do të kishin dashur që të paktën ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve, që u merr para nga xhepat çdo muaj me faturat, tu tregonte se kur u vjen uji në mënyrë që të mos bëjnë roje përpara rubinetve. Duhet të jesh gjithmonë në shtëpi për të mbushur ujë? Po, kovat ato gjitha, e sarim. Duhet bëj luftë me njërën, se unë jam në punë. Nuk ka përcaktim, edhe kur vje me pompë, do i nxjerrësh ajrin, grumullohen rrobat, ngel lavatriçja, ngelin lavastoviljen se vem dot, se pa e vure do ngeci aty do filloj procesi nga fillimi dhe ato janë më mirë t'i lash me duar. Në këtë zonë ndër më të frekuentuarat nga turistët dhe ndër më të populluarat në kryeqytet, situata është problematike edhe për bizneset, restorantet dhe lokalet, të cilët mbështeten tek furnizimi nga rrjeti. Kufizimet e zgjatura dhe ndërprerjet e vazhdueshme vënë në pikpyetje shërbimin, por mbi të gjitha higjienën. Tirana i afrohet kështu 2006 sërish me problemin e pazgjidhur të ujit të pishëm. Kryeqyteti po promovohet në mjaft media ndërkombëtare si destinacion turistik, por me thellimin e krizës së ujit të pishëm, edhe ata turistë që do të vinë me gjasa nuk do të rikthehen. Ndërsa banorët, siç mësohet nga specialistë të ujësjelljes kanalizimeve, i pret një vit edhe më i vështirë, pasi kufizimet pritet të rriten si pasojë e keq menaxhimit të kësaj ndërmarrje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se protesta kombëtare e 22 dhjetorit do të jetë vetëm fillimi i rezistencës qytetare
që nuk do të ndalet pra deri në largimin e qeverisë Rama. Ai nuk përjashtoi si mundësi edhe ngujimin e deputetëve në kuvend. Protesta e ditës së hënë në bulevardin Dëshmorët e Kombit do të jetë vetëm fillimi i rezistencës për të rrëzuar qeverinë e Edi Ramës, thot Sali Berisha në komunikimin me ndjekësit e tij këtë të shtunë. Duhet të përgatiten për protesta të qëndrueshme, të gjata, siç më tha mua Pol Kavaj, një qytetar doktor, protesta duhet i bëjmë me batarinë shpinde. Berisha nuk përjashton as nisma të tjera paralele me protestat në shesh, që mund të shkojnë deri në akte ekstreme të ngujimit. Ngujimi i grupit parlamentar është një akt absolutisht ndër më të mundshmit. Asgjë nuk përjashtohet. I pyetur nëse ka ardhur momenti për ta shkrirë spakun, kryedemokrati kthehet pas në kohë për të kujtuar një bashkëpunim të hershëm me Altin Dumanin për të luftuar së bashku korrupsionin, episod që e sjell si dëshmi se ai ka mbështetur dhe mbështet çdo njeri të ligjit, por denoncon po këta njerëz kur bashkëpunojnë me regjimin për ta mbajtur këtë të fundit në këmbë. Aty nga viti 2007 e ngritën një task force. Unë zgjodha të majtin Altin Dumani për ta kryesuar. E zgjodha me qëllim të majt, të priste pa asnjë lloj hezitimi drejt administratës cili do që shkelte ligjin. Liderët e partive kryesore opozitare dhe tjetrin e vend në ndjekje penale, a nuk ushtruan në këtë rast Altin Dumani në levë të Edi Ramës? Të njëjtat akuza ka dhe për gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese e ekzekutoi të parën dhe asgjësoi me korrupsion. Duke artikuluar akuzat për korrupsionin qeveritar, Sali Berisha thot se kjo javë që po mbyllet ishte java e zbulimeve të mëdha. Zëvendës kryeministrja është pronare e 300 apartamenteve. Kryedemokrati tregon se standardi i qeverisë së tij ishte dorëheqja, kur kishte një akuzë nga drejtësia, ndryshe nga bashkëpunëtorët e Edi Ramës. Akuzat ndaj qeverisë për përfshirje në korrupsion dhe lidhje me krimin, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i vijoi edhe në një foltore të organizuar me demokratët e Kurbinit. Kreu i opozitës tha se vendi po jeton një diktaturë të re, por demokratët janë të vendosur për ta rrëzuar atë një lloj si 35 vite më parë. Kryeministri Rama akuzoi për ushtrim të presionit ndaj institucioneve të drejtësisë për fshirë gjykatën kushtetuese dhe kuvendin. Sipas Berishës, projekti një Shqipëri e pa opozitë apo me një opozitë false dhe të kontrolluar është groposur. Me demokratët e Kurbinit, Berisha foli edhe për zhvillimet brenda Partisë Demokratike dhe koalicionit opozitar. Partia Demokratike kërkon që Këshilli i Mandateve të rimblidhet të martën për shqyrtuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Antarët demokratë të këtij këshilli akuzuan kryeparlamentarin Peleshi se po pengon drejtësinë me urdhër të Ramës. Pesantarët demokrat kanë gati kërkesën për thirrjen e mbledhjes së Këshillit për rregullore në imunitetin dhe mandatet të mbyllur pa dakordsi një ditë më parë, e ku nisi shqyrtimi i kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kemi kërkuar mbledhjen për të martën ora 11 dhe pika e dytë njoftimi nga kryetari i kuvendit, i prokurorisë dhe i të pandeurës Balluku për mbledhjen. Në një konferencë për media, të 5 antarët e djathtë në këtë këshill e akuzuan kryeparlamentarin se me urdhër të kryeministrit po përpiqet të pengojë drejtësinë. Drejtësia do duhet ketë të drejtë të trajtojë çdo individ në mënyrë të barabartë përpara ligjit. Mbledhja e premtes pas 5 orësh debat u mbyll pa u rënë dakord për datën e mbledhjes së radhës, ku do të diskutohet për kërkesën për heqjen e imunitetit të Ballukut, pasi të gjithë antarët e këshillit dhe pala e akuzuar të jenë njohur me materialin voluminoz me prova dhe argumenta depozituar nga prokurori i çështjes në kuvend. Shumica me argumentin se mbrojtësi duhet dhënë kohë për të përgatitur, por të pritet dhe vendimi i gjykatës kushtetuese për ankimimin e kryeministrit për konfliktin e kompetencave me strukturën e posaçme, propozuan të mblidhen pas datës 22 janar. Leku ka forcuar veten ndaj euros gjatë vitit, por kjo nuk po ndikon në uljen e çmimeve të produkteve bazë. Ndaj autoritetet kanë nisur monitorimin e tregut të shportës festive për të parandaluar rritje të pajustifikuara dhe për të mbrojtur konsumatorin.
Forcimi i lekut në raport me euron pritej të ulte kostot e importit dhe të sillte lehtësim për qytetarët. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, euro është zhvlerësuar me rreth 2% gjatë vitit 2025, duke shkuar nga 98.2 lek në fillim të janarit në 96.5 lek në 19 dhjetor. Megjithatë, ky dobësim i euros nuk po reflektohet në çmimet e produkteve bazë, të cilat vijojnë të mbeten të larta. Pjesa e luanit e rritjes së çmimeve është më shumë abuzive, sesa është një çmim të cilin e reflekton çmimi final i produktit. Ky kurs këmbimi duhet reflektohej dhe duhet kishte çmime më të ulta. Situata bëhet më e ndjeshme në periudha festive dhe sezonale, ku rritja e kërkesës dhe oferta e kufizuar krijojnë terren për rritje çmimesh. Produktet më të prekura janë frutat, perimet, mishi, qumshti dhe djathërat. Është efekti i festave që gjithmonë është tendenca për të rritur sepse rritet konsumi dhe sërish ligjet e ekonomisë son kur rritet konsumi duhet ulet në këtë rast çmimi sepse ka kërkesë më të lartë. Sipas të dhënave të fundit, ndryshimi mujor i inflacionit të ushqimet ka shënuar rritje, ndërkohë autoriteti i konkurrencës ka njoftuar se deri më 15 janar ka nisur një proces të posaçëm monitorimi të çmimeve të mallrave të shportës, veçanërisht për periudhën e festave të fundvitit, për të garantuar që përfitimet nga kursi i këmbimit dhe tregu funksionojnë realisht për qytetarët. Afrimi i festave të fundvitit shton edhe rastet e abuzimit me alkoolin dhe drogat ndryshme. Mjekët thonë se shumica e atyre që kërkojnë ndihmë në spital janë të rinj, ku nuk mungojnë edhe rastet e 16 vjeçarëve. Festat e fundvitit rrisin dhe abuzimet nga alkooli. Shefi i shërbimit të toksikologjisë klinike në QSU-të, Andrin Tahiri, thotë se prej abuzimit me alkoolin po bien edhe 16 vjeçarët. Këtë periudhë ne ndeshëm me helmimet akute, pra me konsumimin e alkoolit me tepri, deri në atë moment që mund të bëjë dëm për shëndetin. 16 vjeç nuk janë aq të formuar sa duhet dhe mund të konsumojnë pak alkool me tepri. Po këto janë raste të izoluara. Por mbi 18, 19, 20 janë raste të shpeshta, të cilët konsumojnë dhe mund të abuzojnë më shumë se ç'duhet. Krahas alkoolit, në urgjencën e toksikologjisë po vjen re edhe abuzime me drograt gjatë festave. Të rinjt janë më të ekspozuarit për alkoolin, për droga, për koktejlet, alkool, drogë dhe koktejlet e tjera. Pa llogaritur një pjesë e tyre pasoja që mund të jenë pasoja afatgjatë dhe të dëmshme. Pra, droga zero tolerancë është toksike në të gjitha llojet e mënyrës së marrjes. Sipas mjekëve, kjo lloj përzierje toksike është shumë e rrezikshme për shëndetin e popullatës. Kur bëhet përzierja e drogës me alkoolin, komplikacionet janë nga më të ndryshmet, duke shkaktuar probleme deri në humbje jete, edhe pse janë raste të rralla. Pushteti vendor në Divjak ka rinisur aksionin për pastrimin e vijës bregdetare nga mbetjet e shumta urbane. Kryebashkiaku Josif Gorea thotë se deri tani janë pastruar 5 kilometra vijë bregdetare, ndërsa ndotjen nga mbetjet e konsideron një problem kombëtar. Bashkia e Divjakës është rikthyer sërish këtë fundjavë në vijon bregdetare dhe ka nisur pastrimin e mbetjeve urbane që kanë pushtuar gjithë plazhin. 4.5 kilometër vijë bregdetare është pastruar e gjitha, ndërsa në një fazë të dytë është menduar të largohen mbetjet e drunjta, të cilat do të përdoren në të mirë të komunitetit. Sipas kryetarit të kësaj bashkie, Josif Gorea, gjithë vija bregdetare prej 12 kilometrash do të përfundoj pastrimin përpara festave të fundvitit. Na ka ngelur edhe një pjesë tjetër, rreth 3-4 kilometër, po mendoj brenda javës tjetër e gjithë vija bregdetare rreth 12 kilometra e bashkisë Divjak do të jetë e pastër. Puna po kryhet duke përdorur fondin e emergjencës në bashki dhe sipas Goreas, për vitin e ardhshëm do të planifikohet bashkëpunimi me Ministrinë e Mjedisit. Kemi një bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, po firmosim kontratën që është e pastrojnë ata. Bashkia ndihmon. Këto janë gjëra emergjence që edhe bashkia i ka fondet rezervë për këto për ta bërë. Do ta bëj kryer. Bashkia Divjak prej 3 javësh ka nisur punën jashtë parashikimeve të saj për pastrimin e plazhit nga mbeturinat e shumta të sjellë nga lumenjt. Vija bregdetare u ndot nga prurjet e lumenjve Sema dhe Shkumbi në muajin nëntor. 25 kilometra plazhu përballë me ndotjen më të madhe të periudhës dimërore, kryesisht të plastikës. Sot, pas aksioneve të pastrimit në 70% të territorit, mbeturinat janë larguar. Plerat e Shqipërisë u bën pak ditë më parë lajm ndërkombëtar pasi përfunduan deri në Dubrovnik, duke pushtuar faqet e para të mediave kroate dhe gazetave më të njohura në botë, si New York Times. Madje këshilltarët kroatë të bashkisë Dubrovnikut artikuluan edhe mundësinë e një padije ndaj Shqipërisë për këtë çështje. Janë rreth 4.000 fëmijë me aftësi ndryshe që po trajtohen me mësues ndihmës. Ata ndihmohen deri në klasën e 12 dhe synimi është zhvillimi i tyre. E bëjmë të dy.
Jo, të dy. Ndodhemi në shkollën e bashkuar Bedrilla Gami, ku studiojnë 400 nxënës nga klasa e parë deri në klasën e 12, e mes tyre janë edhe 4 fëmijë me aftësi të veçanta, ku ndihmohen nga mësueset ndihmëse. Kam 3 vite eksperiencë në këtë profesion, kryesisht kam zgjedhur që të punoj me aftësi me nevoja të veçanta. Është një punë që kërkon shumë durim, shumë qetësi, por edhe kreativitetin. Në të gjithë vendin janë afro 2300 mësues ndihmës për fëmijët me aftësi të veçanta. Puna jonë fokusohet kryesisht në bazë të diagnozës që nxënësi ka, pra si fillim ne vëzhgojmë sjelljet e tij të përgjithshme, mënyrën e reagimit në situata të ndryshme, aftësitë e tij në zhvillim, dhe ne më pas hartojmë një plan edukativ individual dhe aty fokusohemi që në çdo lënd nxënësi të marrë pjesë si gjithë klasa. Sfida më e madhe që kemi ne në punën tonë është fakti që këta nxënës nuk e bëjnë progresin njësoj, pra mund të bëjnë hapa para, por mund të bëjnë dhe hapa pas. Është e rëndësishme që të shohim se sa shumë rëndësi ka durimi dhe metodat e ndryshme që mund të përdorim për t'i zhvilluar sa më shumë. Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, një mësues ndihmës mund të punojë me deri në 2 nxënës me aftësi të kufizuara, në rastet kur vlerësohet se ngarkesa mësimore dhe nevojat e nxënësve e lejojnë një gjë të tillë. Në grup moshën 5-19 vjeç në Shqipëri janë 4000 fëmijë dhe adoleshentë me aftësi të kufizuar. Do të flasim tani për një ngjarje të rëndë, kështu një 20 vjeçare nga Indonezia është ndaluar nga efektivet e komisariatit numër 1 në Tiranë e akuzuar për vrasjen e foshnjës së saj. Ajo kishte ardhur shtatzën për të punuar si sanitare në vendin tonë dhe e lindi fëmijën e saj rreth 2 muaj më parë. Mësohet se në kushtet e gjendjes së rënduar emocionale ajo e braktisi foshnjën e porsalindur në balkon. Ishin disa shoqe të saj që jetonin me të në apartamentin e marrë me qera që çuan foshnjën në spital dhe e denoncuan rastin në polici. Foshnja ka qenë në gjendje të rëndë dhe ndroi jetë para disa ditësh. Hetimet për 20 vjeçaren nisën në gjendje të lirë, por me zbardhjen e rastit ajo u vu në pranga. Policia ka arrestuar 2 persona, babë e birë, si autor të vendosjes së tritorit në shtëpinë e Gentian Zotos, ngjarje ndodhur 3 javë më parë në Vlorë. Ata u identifikuan nga pamjet e kamerave. Ky është momenti kur largohet makina e autorëve të vendosjes së sasisë së tritolit mbrëmjen e 29 nëntorit në Vlorë, tashmë të zbardhur nga policia, ku shënjestër e sulmit ishte banesa e nënës së Gentian Zotos, të dënuar me 35 vite për tentativë vrasje. Policia thotë se autorët të dyshuar të këtij sulmi janë David Goxhaj dhe Ferdinand Bombaj, babë e birë, të cilët janë fiksuar nga kamerat e bizneseve në zonë, teksa afrohen e më pas largohen nga vendngjarja me makinën që shihnin në pamje. Ky automjet që nga verifikimet rezultoi vjedhur në qytetin e Elbasanit, u gjeti djegur pas ngjarjes në Babicë të vogël të Vlorës. Të pyetur nga grupi hetimor, 2 të arrestuarit nuk kanë pranuar të japin shpjegime, po pavarësisht kësaj, burime pranë uniformave blu bëjnë me dije se krahas pamjeve filmike, ka prova të shumta që implikojnë babë e birë në ngjarje. Deri tani policia dhe prokuroria e këtij qyteti nuk bëjnë me dije motivet e këtij sulmi, ndonse dyshimet janë se vendosja e tritolit lidhet me djalin e pronares së banesës, Gentian Zoton, aktualisht në burg. Zoto është një emër i njohur për drejtësinë. Ai është dënuar me 35 vite burg për tentativë vrasje, Dainez Hairullas dhe 2 të tjerëve. Ngjarja ndodhur në maj të 2019-s, po në qytetin e Vlorës. Një 23 vjeçar i identifikuar si Domenico Cibaku është arrestuar nga policia e Tiranës me dyshimin se shiste kanabis me doza. I riu nga Dibra u ndalua në rrugën 5 Maj, ku pas kontrollit fizik dhe në banesën e tij ju gjetën 1 kg me 54 gram kanabis të trajt gjelatine, vlera e të cilës në treg arrinte në 10.000 euro. Nga verifikimet e kryera, policia dyshon se droga ka ardhur nga Kanadaja me postë, ndërsa i riu do e shiste atë me doza në disa lokale në kryeqytet. Krahas 23 vjeçarit, uniformat blu kanë shpallur në kërkime dhe një tjetër person që dyshohet si bashkëpunëtor. Lëvizja vetëvendosje thotë se fillimisht do të pres të shohë rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit në Kosovë për të folur më pas për koalicione qeverisëse. Ish-ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu vendos kushte për një bashkëpunim me Partinë Demokratike të Kosovës.
Një javë para zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë, temeditas është se cilat mund të jenë koalicionet mes partive pas zgjedhjeve në rast se sërish asnjëra nuk bën numrat e duhur në kuvend. Në lëvizjen vetvendosje publikisht thonë se presin një rezultat më të mirë se zgjedhjet e nënshkurtit, por fillimisht do të shohin atë që do të dalë nga vullneti i qytetarëve. Pas certifikimit të rezultateve të këtyre zgjedhjeve që po vinë së shpejti, ne do të ulemi dhe do të shohim se ana duhet ndonjë subjekt politik, kush prej tyre, domethënë do të jetë si potencialisht që të qeverisim me ta, por ende pa e parë se cili do të jetë rezultati zgjedhor ne nuk mund të flasim. Albulena Axhiu flet edhe për mundësinë që ka për një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Për forcën që tani drejtohet nga Bedria Hamza, Axhiu ka një kusht. Sa i përket PDK-s edhe gjatë kësaj kohe ne kemi thënë që PDK-ja duhet të reformohet në mënyrë që vetvendosja ta konsideroj si partner. Axhiu akuzoi partitë e opozitës si përgjegjëse për krizën e të zgjatur politike, duke u shprehur se gjatë tentativave për konstituimin e kuvendit apo votimit të qeverisë së re, lëvizja vetvendosje bëri ofertat e saj për partitë e tjera, por ato nuk u morën parasysh. Trajneri i kombëtares Silvinho ka rrëfyer për mediat braziliane aventurën e tij me kuqezinjt. Ai ka premtuar se do të bëjë një duet me Dua Lipën në rast se kualifikon Shqipërinë në botrorin 2026. Në rast se kombëtarja shqiptare do t'ja dalë të kualifikohet për në botrorin e vitit 2026, Silvinho do t'jetë i vetmi trajner brazilian që do të përfaqësojë vendin e tij në eventin madhor, një përgjegjësi e dyfisht për të cilën numri 1 i kuqezinjve ka folur për mediat braziliane. Të jesh trajner i një kombëtare është përgjegjësi e madhe, përfshin të gjithë kombin, të gjithë vendin. Unë jam në Shqipëri tani prej 3 vitesh dhe kemi arritur rezultate shumë pozitive. Mora shumë mesazhe edhe nga brazilianët kur përfunduan eliminatorët, të cilët bëjnë tifo për Shqipërinë në mënyrë që një trajner brazilian të shkojë në botëror, do të ishte diçka e jashtëzakonshme. Në intervistën e tij, Silvinho prezanton Shqipërinë dhe kombëtaren shqiptare në sytë e brazilianëve. Shqipëria është një vend shumë i sigurt, është duke u zhvilluar me shpejtësi të madhe në të gjitha aspektet. Qytetet janë shumë të bukura, kulinaria gjithashtu është e shkëlqyer. Jam duke punuar dhe duke jetuar i qetë në Tiranë me mbështetjen e federatës dhe presidentit që është shumë i pasionuar. Sa i përket kombëtares, kemi një miks lojtarësh, shumica luajnë jashtë vendit në kampionate të rëndësishme si Itali, Spanjë apo Angli. Jam i kënaqur nga të gjithë dhe kemi pasur rezultate shumë të mira. Se vai ficar, cara, mais famoso que a Dua Lipa na Albânia, hein? Gazetari brazilian bëri batuta me trajnerin e kuqezinjve se mund të jetë më i famshëm se Dua Lipa në rast se kualifikon Shqipërinë në botror. Silvinho i bëri një premtim. Nuk e di nëse do të jem më i famshëm, por nëse kualifikoj Shqipërinë, ndoshta mund të bëjmë një duet me Dua Lipën. Kombëtarja shqiptare do të luajë ndeshjen e play-offit kundër Polonisë më 26 mars dhe në rast kualifikimi do të sfidojë në finale fituesin e çiftit Suedi-Ukrainë. Gotek Electronics vjen këtë fundvit me një dyqan të ri pranë Prestige Home Center në Tiranë. Krahas ofertave nuk do të mungojnë edhe dhuratat e veçanta për 50 blerësit e parë. Me synimin për të qenë gjithnjë sa më afër konsumatorëve shqiptar, rrjeti elektronikës Gotek është zgjeruar më tej. Këtë 20 dhjetor Gotek hapi dyqanin e 27. I pranishëm në inaugurimin e dyqanit më të ri në një nga qendrat më të frekuentuara në kryeqytet, ishte presidenti i kompanisë Armand Duka. Gotek Electronics sot hap dyqanin më të ri në Prestige Home Center për të ofruar produkte cilësore me çmime shumë të leverditshme. Ofrimi një shërbimi të shkëlqyer, marka ndërkombëtare me teknologjinë më të fundit dhe mundësia e blerje me këste e shumë të tjera e bëjnë blerje në Gotek një zgjedhje të zgjuar. Përgjatë këtyre ditëve produktet vijnë me oferta të mira dhe gjithashtu nuk do të mungojnë dhuratat për 50 blerësit e parë. Televizor Haier 50 polsh 29.990 lek, iPhone 17 Pro Max 139.990 lek, frigorifer Samsung 39.990 lek, hekur Philips me kaldaj 9.990 lek. Alternativa të mira vijnë edhe për të gjithë ata që duan të blejnë me këste. Gotek ofron 0% interes, si dhe 5.000 lek të reja ulje në kas për çdo blerje dhe kjo gjë ekskluzivisht vetëm në Gotek në Prestige Home Center. Ju mirëpresim. Do të shikojmë këtë televizor e kishim atë mendjen. Unë erdha për të blerë iPhone-in, në fakt po me çmime që pak do blej edhe një lavatriçe që ishte me një super çmim. Një sopë, edhe një thekse, buke edhe një hekur. Rrjeti dyqaneve Gotek Electronics është një nga kompanitë lider në treg dhe tashmë është prezent në të gjithë Shqipërinë me 27 dyqane. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.